Pse Hitleri urrente ebrejt. Pse Hitleri nuk I pëlqente populli hebre, është diçka që diskutohet rregullisht kur studiohet Holokausti, I cili rezultoi me vrasjen e 6 milion hebrejve në një akt gjenocidi. Përveç hebrejve, grupet e tjera që u vunë në shënjesër dhe viktimat e gjenocidit përfshinin ciganët, homoseksualët, të paftët, të varrurit, opozitën politike, komunistët dhe çdo kundërshtar tjetër të partisë naziste. Kjo video eksploron arsyet pse Hitleri nuk I pëlqente hebrejt, duke cituar studiues, historian dhe besime të ndryshme. 67% e shikuesve e shikojnë këtë video pa u abonuar. Ju lutem abonohuni në kanalin tonë duke klikuar butonin subscribe dhe mbështesni punën e autorit. Për ju është vetëm një klikim, për ne do të thotë shumë. Hitleri lindi në Austri në vitin 1889. Ai ishte djali I palishëm I gjysmë hebreut, I cili braktisi atë dhe maman e tij. Ai zhvilloi idetë e tij politike në Vjenë, një qytet me një komunitet të madh hebre, ku jetoi nga viti 1907 deri në 1913. Në ato ditë, Vjena kishte një kryetar bashkie që ishte shumë anti-hebre dhe kishte shumë urrejtje, ndaj hebrejt ishin shumë të zakonshëm në qytet. Gjatë luftës së parë botërore, 1914-1918, Hitleri ishte një ushtar me origjinë gjermane. Në fund të luftës, ai dhe shumë ushtarë të tjerë gjermanë si ai nuk mundën ta kalonin humbjen e perandorisë gjermane. Komanda e ushtrisë gjermane prapi mitin se ushtria nuk e kishte humbur luftën në fushën e betejës, por sepse ishin tradhtuar nga një thik pas shpine, siç quhej në atë kohë. Hitleri pranoi mitin. Hebrejt dhe komunistët kishin tradhtuar vendin dhe kishin sjellë në pushtet një qeveri të krahut të majt, që donte t'i ajithte pa u lagur. Duke fajsuar hebrejt për humbjen, Hitleri krijoi një armik stereotip. Në vitet 1920 dhe në fillim të viteve 1930, vendi I mundur ishte ende në një krizë të madhe ekonomike. Sipas nazistëve, dëbimi I hebrejve ishte zgjidhja e problemeve në Gjermani. Ky mesazh politik dhe premtimi për ta bërë Gjermaninë përsëri të fortë ekonomikisht I dhan Hitlerit të zgjedhjet e vitit 1932. Pasi erdhi në pushtet, ligjet dhe masat kundër hebrejve u shtuan gjatë gjithë kohës. Ajo përfundoi në Shoah, Holokaust, vrasjen e 6 milion hebrejve evropian. Ka shpjegime të panumurta imagjinative për arsyet e antisemitizmit të Hitlerit. Thuhet se Hitleri kishte turp për rënjët e tij pjesërisht shifute. Një shpjegim tjetër e lidhur urrejtjen e tij ndaj hebrejve me traumën e shkaktuar nga një sulm me gaz elmues në luftën e parë botërore. Megjithatë, teoritë të tjera sugjerojnë se Hitleri kishte marrë një sëmundje veneriane nga një prostitutë hebreje. Megjithatë, nuk ka fakte për të mbështetur këto shpjegime. Ajo që dim është se 2 politikanë austriak ndikuan shumë në të menduarin e Hitlerit. I pari, Gorg-Ritter Vorschönerer, ishte një nacionalist gjerman. Ai besonte se perandorisë gjermane duhet I shtoheshin rajonet gjermanishfolse të Austro-Hungarisë. Ai gjithashtu mendonte se hebrejt nuk mund të ishin kurrë qytetarë gjerman të plot. Nga I dyti, kryebashkiaku vienez, Karl Lueger, Hitleri mësoi se si antisemitizmi dhe reforma sociale mund të ishin të suksesshme. Në Mein Kampf, Hitleri lavdëroi Lueger si kryebashkiakun më I mirë gjerman I të gjitha kohërave. Kur Hitleri erdhi në pushtet në vitin 1933, ai vuri në praktikë idetë ngjashme. Lufta e parë botërore luajti një rol vendimtar në jetën e Hitlerit. Kjo I dha jetës së tij, e cila deri atëherë kishte qenë mjaft e pasuksesshme, një qëllim të ri. Në 1914, ai u regjistrua në ushtrinë gjermane, e cila së bashku me perandorinë austro-hungareze luftonte Francën, Anglinë dhe Rusinë. Edhe pse ai bëri pak veprime, ai mori një çmim për guximin e treguar. Humbja gjermane ishte e vështirë për t'u gëlltitur për shumë gjerman dhe për Hitlerin gjithashtu. Në qarqet nacionaliste dhe konservatore të krahut të djathtë, legjenda me thik në shpinë u bë e njohur. Sipas Timiti, Gjermania nuk e humbi luftën në fushën e betejës, por me tradhtinë në frontin e brendshëm. Hebrejt, socialdemokratët dhe komunistët u bën përgjegjës. Hitleri fajsoi hebrejt për gjithçka që ishte e gabuar me botën. Gjermania ishte e dobët dhe në rënje për shkak të ndikimit hebre. Sipas Hitlerit, hebrejt ishin pas dominimit botëror, dhe ata nuk do të hezitonin të përdornin gjitha mjetet e mundshme për fshirë kapitalizmin. Në këtë mënyrë, Hitleri përfitoi nga paragjykimi ekzistues që lidhte hebrejt me fuqinë monetare dhe përfitimin financiar. Hitleri e shikonte botën si një arenë për luftën e përhershme midis popujve. Ai e ndau popullsinë botërore në raca të larta dhe të ulta. Gjermanët I përkisin popujve të lartë dhe çifutët atyre të ulët.
ai kishte edhe nocione specifike për popujt e tjerë. Populli slav, për shembull, u quajt inferior, i paracaktuar për të dominuar. Hitleri mendonte se populli gjerman mund të ishte i fortë vetëm nëse do të ishte i pastër. Si pasojë, njerëzit me sëmundje trashëgimore konsideroheshin të dëmshëm. Këto përfshinin njerëz me aftësi të kufizuar fizike ose mendore, si dhe alkolik dhe kriminal të pandrejshëm. Pasi nazistët kishin ardhur në pushtet, këto ide çuan në sterilizimin dhe vrasjen e detyruar të qenieve njerëzore. Idetë që Hitleri zhvilloi në vitet 1920 mbetën pak a shumë të njëjta deri në vdekjen e tij në 1945. Ajo që ndryshoi është se në vitin 1933 ati u dha fuqia për të filluar të realizojë ato. Gjatë viteve 1930, ai bëri gjithçka që mundi për të dëbuar ebrejt nga shoqëria gjermane. Sapo filloi lufta, nazistët ju drejtuan vrasjeve masive. Gati 6 milionë ebrej u vranë gjatë Holokaustit, me synimin për t'i zhdukur ata kudo që t'i jenë dhe për të pasur një racë të pastër ariane. Por shumica e tyre shpëtuan, madje disa u streuan dhe u fshehën në Shqipëri.